Përshëndetje dhe mirë se erdhët në magazinën informative 21 drejt për drejt. Minutat vijues do t'ju njohim me zhvillimet kryesore në vend e më gjerë, ndërsa në pjesën tematike me bashkëbisedues në studio do të trajtojmë ngritjen e çmimit të energjisë elektrike dhe efektin zinxhiror në çmimet e produkteve bazë ushqimore, përfshirë edhe gastronominë. Ndërsa nesër, kur shënohet dita ndërkombëtare e punës në Prishtinë, është paralajmëruar protest kundër shkeljes së të drejtave të punëtorëve dhe pasigurisë në vendin e punës. Protesta është organizuar nga Sindikata e Pavarur e Sektorit Privat, ajo e Korporatës Energjetike të Kosovës, si dhe Sindikata e Punëtorëve të Trepçës. Ndërkohë, sipas të dhënave të Sindikatës Pavarur të Sektorit Privat, brenda 4 mujorit të parë të këtij viti, 10 persona kanë humbur jetën në vendin e punës apo si pasojë e lëndimeve në vend punishte. Ndryshe nga herët tjera, këtë 1 maj nuk do të protestojë Sindikata e Bashkuar e Arsimit. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve, e cila në kalendarin zyrtar është festë, sheshet e kryeqytetit pritet të vërshohen pikërisht nga punëtorët, si kudo në botë ku do të shprehin pakënaqësitë e tyre përmes protestës. Kryetari i Sindikatës së Pavarur të Sektorit Privat Jusuf Azemi gjendjen në Kosovë cilëson të rëndë, duke vënë në paf fillimisht vdekjen e 10 vetëve në 4 muajt e parë të këtij viti në vendet e tyre të punës. Marrë në tërësi punëtorët e sektorit privat Kosovës në rajon dhe Mëgjer jenë në një fazë nëse jenë në rangun më të ulët të respektimit të drejtave të punëtorëve të sektorit privat Kosovës. Kjo qeveri dhe qeveri tjera asnjëherë nuk janë marrë në mënyrë serioze, po mund të themi në aspektin minimal që të përmirësojnë kushtet e tyre punëtorëve. Vetë fakti që ne kemi pasur këtë vit dhe vitin e kaluar 15 punëtore nga Parlamenti i Kosovës të larguara për shkak se kanë kërkuar pagë prej 275 euro në 400 euro, për shkak të këtyre dhe mos respektimit të ligjit, na i kanë plak nga vendet e tyre të punës më shumë se 15 punëtorë. Kryetari i Sindikatës së Re të Kekut, Nexhat Lumnica, përmend një sër shkeljesh që po u bën punëtorëve të kësaj korporate, ndërsa ngresh shqetësimin edhe për mospagesën e rrezikshmërisë, marr parasysh nivelin e rrezikshmërisë në punë në këtë korporat. Vendimi i Sindikatës së Re vjen si rezultat i ngritjes së çmimit, inflacionit, pagave të ulta në Korporatën Energjetike të Kosovës, shkeljen e të drejtave të punëtorëve që bëhen mbrana kompanisë ato, si për shembull mos respektimi i ligjit të punës në aspektin e pagesës së fundjavës për punëtorët me ndrrime, pagesës së rrezikshmërisë. Dhe gjithashtu ne e shohim tregun e punës që në Kosovë nuk ka pagë me punë të njëjtë, domethënë me pagë të tillë çfarë punojnë punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës dhe për këtë arsye kemi kërkuar dhe po e kërkojmë ngritjen e pagave dhe respektimin e të drejtave të tyre. Por jo të gjitha sindikata do dalin në protestën e paralajmëruar për 1 maj, sikurse është Sindikata e Bashkuar e Arsimit, nënkryetaria e së cilës Vjolca Shala thotë se nuk kanë adresë për protestë. Ne këtë vit nuk do dalim dhe të protestojmë, nga se dhe nuk kemi kujt i bëjmë protest. Nuk është bërë as themelimi i Kuvendit të Kosovës e as i qeverive përkatëse, qeverisë dhe njëjtën kohë as Ministrisë së Arsimit. Andaj edhe për këtë arsye ne urojmë që sa më përpara të bëhet themelimi i institucioneve dhe t'i paraqesim shumë kërkesa dhe ankesa që i kemi ndaj qeverisë dhe përkatësisht nga Ministrisë së Arsimit. Në gjendje alarmante është siguria e punëtorëve në Kosovë, thot eksperti i sigurisë dhe shëndetit në punë Naim Bajraktari, sipas të cilit zinxhiri përgjegjës për sigurinë e punëtorëve është shkëputur. Fillimi i këtij viti ka qenë me thënë jo i mbar për sigurinë e shëndetit në punë. Edhe mirërisht po them edhe ne si ekspertë të sigurisë jemi të prekur, jemi të pse po ndodh. Edhe ne vetë jemi të bë. Kjo është një mosmarrje masa, sipas meje, është një zinxhir që thamun shteti, punëdhënësi, punëtori. Ky zinxhir, ky është shkëput në gjitha vendet. Nuk është shkëput vetëm shteti me punëdhënësin, por edhe punëdhënësi me punëtorët. Ligji për kushtet e sigurisë në punë ende nuk zbatohet nga disa ndërmarrje private, sidomos ato ndërtimore, ku rastet me fatalitet janë shumë të shpeshta, ndërsa dënimet konsiderohen jo adekuate për viktimat e shkaktuara në vendet e punës.
Ende pa hyrë në fuqi rritja e çmimit të rrymës për 16.1% sa ka vendosur zyra e rregullatorit të energjisë. Qytetarët veç se ka nisur të ndjejnë pasojat e ngritjes zinxhirore të shumicës së produkteve të konsumit. Ndryshe ditë më parë në disa furra të Kosovës u tha se u ngrit çmimi i bukës nga 50 sa ishte në 80 cent, ndërsa shtrejtim u vrejt edhe në kafe deri në 2 euro në disa lokale të kryeqytetit. U paralajmëruar se shtrejtimi do të ndodhë përsëri nga muaji maj pasi tarifat e reja të rrymës të hynë në fuqi. Po si është pyetja të shtrajtimi i bukës dhe elementeve për jetën e njeriu tjera ushqimore, vinë për mos rregullimit shtetit. Përpara ka qenë shtrajtimi i bukës, rritja pensionit ose të rrogave. Edhe këta dy të dinë. Punëtori s'ka pas, me menua i rritet rroga jo. Veç e din bile hitë se kem kundërshtu rritjen e çmimeve se shkojshin paralel. Nuk guxoj ke me kalu i pari, e mersh rrugën me rritje ose pensionin. Është vërtet që s'janë përballueshme, dhe është çudi tash kjo lojë, po mendoj se është dashur që parlamenti sa më parë të jetë në funksion dhe me ligje dhe masa tjera ekonomike të nal inflacionin, do të thonë të rritë edhe pagat, qoftë në sektorin publik, po pastaj me mekanizmat e vetë dhe mundësitë e veta në përputhje me ekonominë e tregut edhe në sektorin privat, se është e papërballueshme kur një kafe ka vende, unë kam pas vetë rastin që në Prishtinë, në një restorant caktuar, 2 euro e 30 cent të pi një kafe. Ndërkohë, autoriteti konkurrencës ka nisur monitorimin e tregut pas paralajmërimit për shtrejtim të më shumë se 20 produkteve bazë. AKK thot se nuk ka mandat për të caktuar çmimet, por mund të ndërhyjë kur çmimet përcaktohen në mënyrë të bashkërënduar ose artificiale nga ndërmarrje konkurrente. Ky autoritet ka thënë se ka nisur edhe monitorimin e tregut të bukës e edhe atë të kafës. Në momentin që kemi indicia apo kemi prova dhe fakte për një koordinim të çmimeve apo fiksim të çmimeve, si quhet edhe praktike bashkërënduar të ndërmarrjeve ekonomike, ne ndërmarrim të gjitha hapat ligjor që parashihen sipas ligjit të mbrojtjes konkurrencës, respektivisht të janë shkelit të 9.5 marrëveshje të ndaluara. Jo vetëm kafenet, ne kemi filluar qysh muajin e kaluar, nëse nuk gaboj muajin mars, për një analizë të thelluar në mbi 20 produkte të shportës bazike, ndërta është edhe kafeja. Ekipet e autoritetit inspektor tonë kanë dalë sot edhe në teren në Prishtinë, ditëve të kaluara kanë qenë edhe në qytetet të ndryshme të Kosovës, janë duke mbledhur informacione dhe siç edhe tek rasti i bukës, ne jemi në fazën e mbledhjes dhe grumbullimit të informacioneve dhe më tutje e shohim sipas ligjit se a ka marrëveshje të ndaluar për bashkërëndim. Dënimi maksimal që mund të jep autoriteti i konkurrencës është dënimi nga 10% të qarkullimit vjetor të ndërmarrjes ekonomike. Avokati i popullit ka kërkuar nga zyra e rregullatorit për energji që të pezullojë vendimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike deri në përfundimin e hetimeve mbi ankesat e shumta të qytetarëve. Sipas avokatit të popullit, vendimi për rritjen e tarifave cënon të drejtat themelore të njeriut dhe rëndon veçanërisht grupet më të cënueshme të shoqërisë. Ai gjithashtu kritikoi mungesën e debatit institucional dhe publik, duke vënë në pas se vendimet janë marrë në një moment boshllëku institucional, kur vendi nuk ka kuvend të konstituar dhe as qeveri të mandatuar. Qeveria e Kosovës në përputhje me ligjin për energjinë elektrike ka për detyrë të garantojë interesin publik, qasje të barabartë dhe përfshirje sociale në politikat energjetike, thuhet në reagim duke shtuar se vendime të tilla duhet të merren vetëm kur institucionet janë plotësisht funksionale dhe të koordinuara për të mbrojtur interesat e qytetarëve. Për valën e shtrejtimeve të shumë produkteve të konsumit pas vendimit për rritjen e çmimit të energjisë, për pasojat në ekonomi dhe në mirëqenien e qytetarëve, do të bashkëbisedojmë me njohësin e ekonomisë Adem Çorollin. Zoti Çorolli, mirë se erdhët në studion tonë. Faleminderit për ftesën.
Atër përshie se ende pa hyrë në fuqi vendimi për shtrejtimin e energjisë elektrike tregtarët veç se kanë marrë masa për ngritjen e shumë çmimeve, u tha se është ngritur çmimi i bukës në 80 cent në disa furra të Kosovës, pastaj çmimi i kafës sidomos në kryeqytet. A mund të jetë shtrejtimi i rrymës shkaktari kryesor për këtë valë shtrejtimësh, pra për këtë efekt zinxhiror, apo bëhet fjalë për një kaos në tregun e Kosovës në këtë kohë kur vendi është pa institucionet e konsoliduara? Realisht, ky ekziston edhe paniku i qytetarëve dhe realisht i biznesëve, se pronarët e biznesëve janë edhe qytetarët e vendit dhe fuqia punëtore është po i këtij brumni, domethënë qytetarëve. Dhe realisht unë i arsyetoj sepse buxheti apo raportimet financiare në kontabël ku shyn në ekonomi bëhet çdo 3 mujor, është TP1, TP2 datë vitin në 4 perioda dhe realisht prilli, maj dhe qershori raportohen së bashku dhe ndryshimi i zinxhirit i rrymës në muajin maj mund të jep shumë sakrifica, apo mund të jep një humbje të madhe të tregut, sepse janë 3 gjona që biznesin i jep një pasiguri, janë rritja e çmimit të energjisë, mungesa institucionale dhe ikja e fuqisë punëtore, ku ajo mbështet sot edhe nga institucionet që bëjnë hulumtime siç është GAP, me një ike vetëm deri në 2023 me 395.000, kuptohet ata 395.000 janë kuk banori dhe për mua janë herë 18% vetëm nëse kanë ble një ditë, dhe ajo është minus një zhvillim ekonomik, minus një punësim dhe minus një rritje ekonomike, dhe kjo gjithsesht gjenë bizneset ato që kanë mbet të paluhatur apo në krizë, sepse po të kishte institucione relevante, atëherë presidentja duhet të shpalte gjendje emergjente të migrimit të popullsisë, të thirrë gjithë institucionet relevante që mund të ndryjnë, sepse migrimi tashme është duke dhënë frutin e vet, është duke dhënë edhe konsumi, po duke dhënë edhe inflacioni. Kështu që pse janë rritë çmimet ende pa mri, janë nevojat edhe kërkesat duke i rritë edhe furnitorët. Kur flas për furnitorët, ne nuk kemi prodhim. Ne jemi një shtet që nuk kemi industri të zhvilluar, kur e dim që importi është 7 metri thuaje e ka kalu, ka një dallim të jashtëzakonshëm emergjent dhe të tërpshëm ndaj institucioneve ta lënë një import kaq të lartë për dallim me eksportin. Kjo dëshmon që tregu i Republikës të Kosovës nuk është i favorshëm për prodhim dhe gjithsesi nuk është edhe i sigurt për të bërë biznes, por derisa institucionet thrasin për luftë dhe tashmë edhe rritja energjetike apo pasiguria energjetike, tashmë është edhe lajmi më i ri që në Kosovë mund të blesh edhe rrymë edhe si person tjetër, jo vetëm e ka leju plutna, e ka leju tregun e lirë si çdo produkt tjetër, dhe kjo është mosbesimi institucional, ku ndikon në mosbesimin e tregut, dhe mosbesimi i tregut ndikon edhe tek mosbesimi i bizneseve, dhe ja krijojnë atë hapësirë komode që të vazhdojnë me rritje që të janë më të përballueshme rritjet e reja të produkteve nga importi. Pra i bie që kjo është pasojë e një keq menaxhimi qeveritar me politikat fiskale, të cilat faktikisht edhe e vendosin një rregull pastaj në treg. Po këtë situatë, apo abuzojnë biznesmenët, shprehemi kështu, shkurt e qartë, me çmimet e konsumit në treg për qytetarët? Realisht, nëse ne nuk i prekim politikat fiskale atë që e kom cek në disa debate, tregu nuk ka keq përdorim, sepse ligji ja lejon një të tillë që unë ta marr një produkt edhe ta shes me 200% fitimit, i vetëmi shenjë që mund t'ja jep shteti është, a jemi marrë vesh ne dë që ta fusëm në treg me atë fitim dhe që ti mos ta lësh me lirë. Aty ku prekët konkurenca mund të ndryhyjnë institucione, sepse ne nuk kemi ndalesa në fitim. Për atë unë e kam kërkuar edhe nga Ministri i Financave, gjithsesi edhe nga qeveria që të prekin politikat fiskale. Ato politika fiskale mund të ndryshojnë shembull normën e fitimit. Nëse ne kemi 10% për fitim e normë, ne mund ta bëjmë kush fiton deri në 20% për produktet e të lirohet nga tatimi fitim, kush fiton deri në 40% të tatimohet me 30% tatimin fitim, dhe kur bin barrat mbi fitimin e kompanive, atëherë ata do të fitojnë me pak dhe do të tatimohen në konsum apo do të tatimohen në mbledhjen e shumave totale të vitit. Kështu që këtë ja mundson institucioni dhe tregtarët janë tregtar, kuptohet, me ata që kanë mbetur duhet të gjinen. Duhet të ketë një kontroll të çmimeve, megjithse Kosova është treg i lirë, prapse
nevojitë dora institucionale në situata të këtilla kur cilat edhe po përhapin dora panik dhe një institucionale mund të shfrytëzohet vetëm mbi politikat sepse fiskale. shporta qytetare po varfrohet çdo ditë e më shumë. Ne si shtet çfarë po bëjmë? Realisht Sepse ju po institucionet... flisni në terma ekonomik të cilët ndoshta edhe qytetarët nuk i kanë shumë të qarta. Unë po mundohem ta thjeshtësoj, po inspektorët, me thonë bukfalisht në base e kërkën këto, inspektorët ose kontrolët e shtetit nuk kanë kapacitet. Ti thujnë biznesmenit nuk guxo fiton 40%, nuk guxo me fitu 30%, ose nuk guxo me shit këtë produkt e ke marrë €1 me shit €1.40. Nuk ja jep atë mundësi. Të vetmën mundësi që e ka kontrollit, qofti inspektorit punës, qofti inspektorit produkteve, qofti ajo sanitar, a është në rregull shitja dhe a është dëbo në mënyrën e duhur dhe a pe raporton shitjen dhe a pe raporton fitimin që në bazë të fitimit të shkon tatimi. Atyre që ju takon një kontroll është Ministria e Financave Xhexhe Zyra e kryeministrit ku ndërhyn me pjesën e administratës tatimore të Kosovës dhe ti ndryshon politikat fiskale. Ne i kemi gjetë me 18% të vëshëja dhe 10% tatimin fitim, duke i proklamu disa që janë me 8% dhe realisht nuk ka rregull tjetër. Unë mund të abi një produkt dhe të ashes me 200% fitim, të vetë më në gjë që mund dë shteti është të ma tatimoj qatë fitimin 200%, po jo të ma ndaloj. Po t'i kishim politikat fiskale ashtu si që i kam kërku në ekspertiza ekonomike, kush fiton bi 40% ose kush fiton bi 60%. Unë kam dhënë edhe idenë shumë të mirë të avancimit të produkteve vendore, e cilat ne po krenohemi me produktet Made in Kosova, por realisht me të njëjta tatime si produktet e vendet huaja na peritëm importin. Domethënë ne i heqëm edhe tarifat me pjesën e Serbisë dhe tash tregu jonë ka një konkurrencë të madhe kur e dim që Serbia ka një industri shumë proklamueshme dhe ka shumë të zhvillueshme që mund ta bëjnë konkurrencë në treg. Për shka? Vim pyetja që qytetari i vendit është shumë i varfër. Ka një të ardhur shumë të ndjeshme dhe numri i tregut punës sot është mbi 1.100.000. Vetëm, kjo nënkupton që vetëm 450.000 ne i kemi në treg, janë të punësuar, janë të larguar, marrin penzione, këta gati 60% janë të largum, duke e përkufizu që afer 440.000 janë femra. Kurse ligji i punës është jo i favorshëm për femnën. Për të qenë i favorshëm për femnën, pushimin e Leonis duhet ta merr barë shteti. Vitin e parë ta merr barë shteti, gjysma e vitit 2 të paguhet gjysmë nga pronari, gjysmë nga shteti. Dhe qerdhët për ata fëmijë të lirohen të paktën deri në 4 vjet, mbase po flasim për një ulje të lindshmërisë, ta stimulojmë njeriun ose personin që e zhvillon edhe jetën njerëzore, po e zhvillon edhe produktivitetin. Realisht standardet i bëjmë ne. Faktori njeri është ai që mendon për ne. Faktori njeri është ai që bjen rregullore. Nuk presim Amerikan, Gjerman, Frances. Me të vërtet, shteti jonë ka nevojë. Po sot nuk ka persona të guximshëm që mund t'i thonë po ndryshoj ligjin barën financiare marrë përgjithësi. Kur ne nuk mund t'a kritikojmë barën financiare, e din që e tham me plot guxim, sepse 60% e buxhetit na rrin në sirtar, pse mos të ushqehet një non me atë buxhet? Pse mos të punësohet një grua me atë buxhet? Pse mos ta ketë një mësuese, një edukatore, një doktoresh, një anvise ta ketë edhe një pagë me honorar? Të paguhet për fëmin që e kontrollon. E din që në vendet e zhvilluar në DBS nëse rrit ti një non, një fëmijë, të llogaritet si 2 vjet përvojë pune. Ne ende nuk kemi as ide për arritjen e ato standarde. Pastaj po pret zhvillim njerëzor, po pret resurset humane, këtu fillon edukimi, me lindshmëri. Nëse nuk respektohet një njeri që lind, ai më mirë është të vdes. Po fatkeqësisht kemi rrit djem që sot janë institucione dhe janë të vobekt, janë të padishëm dhe nuk janë në riorganizimin e vetë. Kemi një geodet që punon Ministri i Financave, kemi një inxhinier që punon në Ministri të Arsimit, asnjë nuk përfilin. Nuk janë përfilet përkatësëm. Shembull, Ministri i Financave më shumë bën mendime juridike kushtetuese, a ka drejt të votohet kryetarja e kuvendit, e ke shkel kushtetutën, kurse kneje ka knaq me kushtetutë, me krejt, me ekonomi. Sot importi është tërp, deficiti tregtar është tërp, migrimi është tërp, ikja e fuqisë punëtore është tërp, mbyllja e bizneseve është e tmerrshme dhe ti po më jep mu ide
kush të votohet të lumë qytetarë që i kemi. Për durimin? Plutna. Po ndoshta edhe vetë i kemi fajt. Realisht... Sepse thuhet që çdo popull e ka qeverinë që e meriton. A pajtohesh me këtë? Unë kam pas një takim me një profesor Peter Kovacek, është shumë djalë një njeri i Zotit tashme që nuk jeton, gjithmonë më thonë të do të ushqesh me atë që ke përgatitur. Kështu që qytetari i vendit është duke ushqyer me atë që ka përgatitur. Temë shumë e gjerë kjo zoti Qarolli, po si ka mundësi që çmimi i rrymës të rritet në Kosovë, kur po thuhet se në shumicën e vendeve evropiane, por edhe në rajon çmimi i energjisë është ulur? Realisht, kjo është ajo që e përcjell jo vetëm energjinë, po e përcjell gjitha produktet. Ne kemi pas një fond prej 200 milion, e që cila ka qenë financim Amerikan, MCC apo MCC, e cila rrezikon të mbyllet. E që rrezikon të mbyllet dhe vetëm janë shfrytzuar vetëm 5 milion për përpilimin e planit të pjesës energjetike dhe furnizimit me gaz. Që të bëhet një plan që Kosovës ti riorganizohet apo ti garantohet një siguri energjetike, po ajo nuk është shfrytzuar as 195 dhe tash po e humbën. Siguria energjetike dëshmon që aty do të ketë ardhmë të prodhimit, dëshmon që investitorët të huaj do të jenë të sigurt, sepse asnjë vend i botës nuk mund të zhvillohet nga njerëz që jetojnë aty. Pa bashkëpunu me brendet e huaja ndërkombëtare, pa bashkëpunu me ndërmarrjet ndërkombëtare, pa bashkëpunu me meqt të huaj, të vendeve të huaja, që realisht në Kosovë janë 100.000. 100.000 qytetarë nga vendet të huaja së jetojnë në Kosovë. Ata janë duke dhënë kontributin për këto institucione. Ata janë duke dhënë kontributin për zhvillimin e këtyre institucioneve. Po fatkeqësisht, ndihmuesi më i madh i Republikës Kosovës është populli amerikan dhe shteti amerikan, kurse ne kemi barriera 10% për popullin amerikan. Kjo është një njëjë. Kosova rrezikon të humbë diku mbi 200 milion. Realisht në proklamim buxhetor i ka 195 milion, sepse 5 i ka shfrytzuar për përpilimin e projektit. Por qeveria, zyra e kryeministrit dhe gjithsesht përgjithës nuk kanë pas interesim për proklamimin e atyre buxheteve dhe në rast se fondet nuk shfrytëzohen për periudhën kohore të marrëveshjes, ato humbin ose devijojnë ose rilokohen për produkte tjera. Zoti Qarolli, situata me energjinë elektrike duket se po e bën edhe më të ndjeshme në sytë e qytetarëve. Deklaratat kundërthënëse të ZRE-s, e cila fillimisht tha se në tarifat e reja nuk do të përfshihen 4 komunat veriore të Kosovës, por kur e pa një indinjat në publik për këtë vendim, doli dhe demantoi vetëm duke thënë se po, do të përfshihet edhe veriu ku operon Elektroseveri Serb sipas marrëveshjes së Brukselit. A u mat impulsi qytetar me këto deklarata, apo në fakti si mund të ndodh kjo, a flet për një papërgjegjësi totale në brenda këtij institucioni për këto kontradikta që jep brenda ditës? Para se të lëshohem në fushën politike, unë them që Kosova ndikimin për ato 4 komuna e ka vetëm me paralajmërime dhe me bashkëpunime. Qofshin nëse është politike duhet të pyetën ndërkombëtarët, për siguri duhet të pyetet KFOR-i. Për pjesën e energjetikës ka një marrëveshje me Elektroserverin, kështu që ZRE ka mundësi të vetme ta propozoj atë rritje dhe të pret apo pranohet apo jo. Mundet të mos pyet një shqiptar, një kosovar, po kur flitet për në atë pjesë duhet të pyetet të gjithë me institucionet relevante, sepse marrëveshjet shtetërore zakonisht ndonjëherë nuk janë dobishme, po janë bën nga këto institucione dhe tash qytetarët duhet të paguajnë edhe energjinë, edhe për Jovanin, edhe për Vučićin, edhe për tjerët, kështu që ne jemi të fortë. Ne kemi edhe një vendim të kushtetues që edhe rrymën që e kemi paguar nga vitet 2000 t'i kthehen mjetet financiare dhe asnjëherë nuk është respektuar, por sot nuk ka një burr shtetas që del dhe i të thot kompanisë turke mjaft fitove duke blethën gjellë më lirë dhe duke shit më shtrejt. Sepse duhet i prishi marrëdhëniet, ndoshta e humbe dhe karikën. Kështu që sot, për institucionet vendore më e rëndësishme është pushteti se sa populli. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht edhe pse unë boll mundohem në atë pjesën e analizave ekonomike, po ndoshta ndonjëherë edhe fyhem nga institucionet dhe nga pjesën e qytetarëve që janë pro, po leta din, unë mund ta ngris një çështje, por rrymën do ta paguajnë ata. Çmimet do t'i paguajnë ata. Shportën e konsumit do t'ju rritet atyre. Mua bashkërisht me ta, por realisht edhe nëse na kundërshtojnë. Duke na kundërshtu nuk ju jekën tarifat, por duke protestu po.
Po, shkalla inflacionit sa është sot? Në përmjet dhënave të bankës qendrore, ajo gjithësisht është e ulët. Unë e kam spjegu edhe më herët që inflacioni kur bie, është kur qytetari refuzon më të blenë 5 produkte që i nevojitet me çmim të lirë. Po ma nuk i blen asnjë produkt me çmim të lartë. Dhe kur produktet nuk blehen me çmim të lartë dhe blehet një sa 5, atëherë në inflacioni në produkte ekziston. Dhe gjithmonë do të ketë rritje të produkteve. Por shitja, apo herë 18% nuk shkon më herë 5, po shkon një dhe i lartë dhe në bankë qendrore fillon dhe ulet përqindja. Pse ndodh kjo? Sepse ne nëse marrim vetëm 500 euro, apo me kuptu qytetari 1000 euro pag, ne 700 euro i qojmë jashtë vendit për të blerë produkt. Dhe na vinë me çmime të reja, me rritje të reja, me produkte të reja, me tregtëri. Vetëm këto 300 euro na mbetën duke i pagu rrymë, ujë dhe shpenzime tjera të nevojshme për mbjetesë. Sepse sot qytetari i Kosovës nuk është duke jetu në Republikën e Kosovës, sot është duke mbjetu. Qytetari po emigron në pjesën e Gjermanisë, Francës dhe në vendet e zhvillure për ta fillu jetesën. Ky është dallimi mes qytetarëve, sepse jemi vendi më i varfër në Ballkanin Perëndimor, jemi vendi me pagën minimale më të ultën në Ballkanin Perëndimor dhe jemi vendi me varfërinë dhe me mospunësimin më të madh në Ballkanin Perëndimor. Dhe nëse këta e quajnë sukses dhe unë jam partijak apo apolitik, me të vërtet let hynë në statistikave që është mbikëqyrur nga këto institucione dhe gjithsesi do ta gjejnë edhe të dhënat cilën po flasun. Po, gjithmonë deklaratat politike janë në shpërputhje me statistikat zyrtare, zoti Qorolli. Po të jepsha mandat apo koment politik, ndoshta do të isha gjitholog dhe nuk do të më shkonte eksperti ekonomisë. A mungon në Kosovë një aktivizim apo një aktivizëm qytetar që masave të dëmshme në mirëqenjen tonë të përgjigjemi me reagim si që funksionojnë shumë qytetarë të shteteve të civilizuara? Apo e kemi paka shumë një dozë të heqjes për mos të nënshtrimit? Realisht, ne jemi vend që nëvaremi nga punësimët dhe ku është niveli punësimeve. Niveli punësimeve është shtetëror. Kush janë shteti, janë institucionet. Institucionet kanë boshllëk politik dhe hapësirë politike. Dhe në Kosovë është dëbo një frymë që gjithmonë punësimët në pozitat të majmeve, në pagat të rregullta, edhe pse s'kanë qenë me kualifikime shkollore, po kanë pas hapësira politike, janë punësu në emrime politike. Dhe gjithmonë, kur një krah ka desh të kundërshtoj nëpërmjet protestës, është ngacmu nga pjesa e humbjes vendit punës, mos dukem si përfaqësor, shantazus, nuk guxoj me dalë në pjesëmarrje, s'ma lejon ligji dhe kanë përdor fryma tjera. Pjesa tjetër që është, ose ka qenë në migrim, ose ka qenë sektorin privat, dhe sektori privat gjithmonë ka orën dhe minutin për produktivitet mbi pagën, dhe nuk kanë pas hapësirë të protestojnë, dhe sigurisht rritet edhe niveli edukimit, investimet në arsim vetëm po shihen, kështu që kjo është ajo që ne ende nuk jemi pjek, jemi vetëm 20 sa vite jemi largë, 26 jemi largë luftës dhe ende nuk e kemi mrijat standard edukimit që ndonjëherë dhe të mirës së tepër duhet i themi boll, jo ta durojmë. Po a e kemi dëshmu që jemi popull i durueshëm, mund të them vetëm këtë muaj në fundit kemi arritur kulmin. Dhe si e sheh perspektivën ekonomike në një afat më të shkurt po flasim për Kosovën, duke pas parasysh krejt atë çfarë po ndodh në skenën politike? Realisht, proklamimet ekonomike gjithmonë varen nga vendimet politike. Fatkeqësisht ekonomia ka frymën e vet, ka rrymën e vet të importit, të eksportit, të menaxhimit, të pjesës biznesit, po zakonisht vendimet politike dhe institucionet politike dinë të bëjnë. Pse? Sepse investimet kapitale pa vendime politike nuk munden. Komunat nuk mund të marrin fonde pa financimin e projekteve nga Ministria e Financave. Marrëveshjet ndërkombëtare që tashmë sa i kemi humbur me miliona nuk bëhen pa vullnetin politik apo pa vendimeve politike. Taksat apo barierat me vende të huaja apo marrëveshjet ndërkombëtare nuk bëhen pa digasteret ministrore.
pa digasterët institucionale apo qeveritare. Kështu që kjo është e meta që kemi një industri që është shumë e nvarur, edhe ajo që ka mbetë është e nvarur politikisht, dhe sigurisht ne duhet gjithmonë ta ruajmë atë frymën politike dhe bashkësinë politike që të kemi sukses ekonomik, të kemi sukses në mbi punësim dhe të shohemi diçka më mirë sepse i takoj kësaj partie dhe që unë mund ta kem një jetë më të mirë. Zoti Qurulli, faleminderit shumë për këtë analizë që bërë mbi gjitha të çfarë po ndodh në rrafshin ekonomik në vendin tonë. Faleminderit, më lejoni pak hapësirë që nesër t'i urojmë çdo fuqisë punëtore, çdo qytetari ditën e punës dhe lutemi dhe bëj thirrje institucioneve të vendit ta ndryshojnë ligjin e punës për hir nënave tona, zonjave, femrave që janë punësim, sepse është e tërpshme kur një nanë është e smur me kancer, shkon, kontrollohet mëngjes, nuk i takon pushimi vjetore, shpenzu pushimi dhe në mesditë ajo është duke kryer punën e saj. Ajo është një nanë, ajo është një gjyshe, ajo është një zonë. Jam me fat që i dua, i respektoj dhe i përkrahi. Nuk janë pak, janë 440.000 femna që sot nuk kanë të ardhmë për kokë banori. Ato jetojnë, ato kanë drejt vote, ato bëjnë thirrje që nesër të renditën dhe të protestojnë, mos të lejojnë vetët, të urojnë apo të festojnë. Ju lës që të edukoni sa më shumë, të jepni arsimit sa më shumë, të ndani pasuri për to sa më shumë, dhe sot dhe nesër femra të jetë 60% institucioneve. Jemi me fat që kemi femra të shkolluar në institucione, jemi me fat si shtet dhe si këmbë që kemi femra me emër, duke citu prej Nënës Tereze dhe shumë femra që kanë dhënë kontribut. Ju lutem që këtë pjesëmarrje dhe këtë alarm ta ndryshoj me ligjin e punës, sepse jemi vetmi vend që kemi një presidente femën dhe mbi 6 ministre femra dhe të gjitha janë e gjumë. Ligji punës sot zhduk femrën nga punësimi, zhduk nga shëndetësia, zhduk nga arsimi dhe ato zonja marrin paga duke e dëmtu gjinin e saj. Një gjini që dëmton gjinin e saj, ajo nuk mund të rritët. Bëj thirrje në kandin e fëmis, babës dhe prindit apo dhe burrit që këto zonja të mblidhen një ditë dhe të ndryshojnë këtë listë punës për hir të vetës, për hir të vajzave të tyre dhe për hir të nanave të tyre. Shpresojmë që të ketë një reflektim institucional mbi gjithë këto çështje që ngritet gjatë këtij bashkëbisedimi. Faleminderit për ftesën. Pra, bisedua me njohuesin e ekonomisë Adem Qurulli. Nesër kur pritet të mbahet seanca e 9 për konstituimin e kuvendit, partitë politike nuk japin sinjale të lëkundjes nga qëndrimet rreth kandidatës për kreun e kuvendit. Vetëvendosja ka thënë se nuk është alternativë ndrimi i emrit të kandidatës, ndërkohë partitë e tjera kanë thënë se nuk kanë vot për Albulena Haxhiun, ndërsa analistë kritikojnë vetëvendosjen se si parti fituese nuk po tregohet kreative në gjetjen e zgjidhjes së ngërçit. Fjalë pak para medjave dhe në shumicën e rasteve duke mos u ndalur para gazetarëve, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti nuk ka treguar nëse i kanë siguruar votat e nevojshme për zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe formimin e qeverisë. A mund është me ikë pyetje gazetarëve sa po bëhet qeveria jo? A mund është ma tregu kryeministër? Njëherë kuvendi, kanë qeveria. Po kuvendi apo bëhet apo konstituohet? Por bashkëpartiaku i Kurtit, deputeti i vetëvendosjes Halil Thaçi, i tha televizionit tonë se nuk ka alternativë për ndrimin e emrit të kandidates Albulena Haxhiu për kryeparlamentare, pavarësisht se shumica e partive të tjera janë kundër këtij propozimi. Një ditë përpara seancës së 9 për konstituimin e kuvendit, deputeti Thaçi i ka bërë thirrje partive të tjera që ta votojnë Albulena Haxhiu. Po na thuhet se ne po e bllokojmë, por më të vërtetë bllokuesit janë ata që nuk po duan zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ne si lëvizje vetëvendosje e kemi dhënë kandidatën për emrin për kryeparlamentar, prandaj edhe presim nga partitë opozitore që mos të vazhdojnë me këtë kuvend. Nuk mendoj që është alternativë ndrimi i emrit të kandidatit. Nëse opozita nuk na e voton kryetarin e kuvendit,
atëherë sigurisht edhe ne nuk do t'i votojmë në kryetarët e kuvendit. Ndërkohë, PDK-ja, LDK-ja dhe AAK-ja nuk janë lëkundur nga qëndrimet e tyre kundër kandidates vetëvendosjes. Deputeti i PDK-s Rashid Çala i ka vlerësuar se Albulena Haxhiu nuk është e denjtë për kryeparlamentare. Është e drejtë ime të votoj kundër, meqense se gjykoj që zoni Albulena Haxhiu nuk është e denjtë që të jetë kryetare e Parlamentit të Kosovës dhe mendoj që votimi kundër është pjesë e demokracisë në Parlamentin e Kosovës, pra askush nuk mundet të detyroj një deputet apo një parti politike që me diktat të votoj pra për dikën që konstaton që nuk është e denjtë të jetë kryetare e Parlamentit. Zvarritja e formimit të institucioneve të reja po shkakton regres politik dhe ekonomik në vend, vlerëson politologu Albinot Maloku. Sipas tij, kjo gjendje i faturohet partisë fituese vetëvendosje, e cila e ka për obligim të i sigurojë votat e nevojshme për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe formimin e qeverisë. Madje Maloku thotë se vetëvendosje nuk po tregohet as kreative për bashkëpunim me subjektet e tjera politike. Pari pas ti proces zgjedhor nuk është që po jap shenja të kreativitetit, të zgjidhjes së problemit, po provon maksimalisht të mbajë një njeri në këtë situatë jashtëzakonisht pavolitshme Republikën e Kosovës dhe kjo është e pandershme edhe politikisht. Kurse sa i përket mundësisë së zgjedhjeve që përmendura, ato mund të ndodhen, mirë po duhet kalohen fazat. Pa kalimin e këtyre fazave nuk ka mundësi këtë zgjedhje. Politologu Maloku konsideron se nuk është e mirë për vendin një ndërhyrje ndërkombëtare për zgjidhjen e ngërçet në formimin e institucioneve. Ai shtron nevojën e ndërhyrjes së presidentes Osmani në gjetjen e një konsensusi politik. Që të gjendeshin rrugë të kompromisit dhe të marrëveshjes politike mes aktorëve politik. Në momentin që kemi intervenim, atëherë se që kam përshtypjen se dikuj i ka ngel merak periudha unë mikut që në Kosovë faktorin ndërkombëtar të ketë atë peshë në vetë. Në seancën e së martës, kandidatja e vetëvendosjes për kryetare të kuvendit Albulena Haxhiu siguroi vetëm 54 vota, 3 më pak se në seancat paraprake, ndërkohë që për postin e kryeparlamentarit i nevojiten të paktën 61 vota. Kosova edhe këtë vit duket se i ka humbur gjasat për antarësim në Këshill të Evropës. Kjo pasi që aplikacioni saj për antarësim në këtë organizat nuk është përfshirë në draft agendën e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës, i cili do të mblidhet më 13 e 14 maj. Sipas njohësve të këtij procesi, ky stagnim është pasojë e politikave të gabuara ndaj aleatëve, mos trajtimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, si dhe mos formimi i institucioneve të reja. Kanë mbetur më pak se 2 javë nga mbledhja e Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës dhe tashme duket qartazi se aplikacioni i Kosovës nuk do të trajtohet nga kjo trup vendimarrëse për antarësim, e cila mblidhet vetëm një herë në vit. Kështu të paktën lë të nënkuptoj draft agenda e publikuar nga ky komitet në të cilën nuk figuron fare çështja e Kosovës. Ministria e Punëve të Jashtme nuk e komentoi mospërfshirjen e Kosovës në draft agendën e Komitetit të Ministrave, por sipas ish diplomatit Avni Arifi, ky është një dështim i qeverisjes së fundit 4 vjeçare. Në kushte normale, po të dështonte një qeveri të mos antarësohej Kosova në Këshill të Evropës, ish dashur me ndërheqje kësaj qeveria. Kurse ne tash e kemi aso situate që po dohet me çdo kusht me bo qeveri ata që na kanë punë këtë gjendje, që as nuk jemi në agjendë, as nuk pritet që ne do të antarësohemi as në Këshill të Evropës e as në për organizata tjera. Krejtësisht është pasojë e një politike të gabueshme ndaj aleatëve, ndaj vendeve aleate të Kosovës. Diplomacia e Kosovës është në një kom të thellë. Ne nuk ekzistojmë, në terma diplomatike, ne nuk ekzistojmë fare. Ne kemë shumë armiq, hapësina jonë faktikisht ditë më shumë po nxinet, lobimi i vendeve armike është shumë i madh, kurse ne jemi të përfshirë në një debat se ato të bëhet Albulena kryeparlamentare apo jo. Në prill të vitit të kaluar, Kosova mori dritën jeshile nga Asambleja Parlamentare për antarësim në Këshill të Evropës, mirë po nuk e kaloi hapin final pasi nuk u përfshi në agjendën e Komitetit të Ministrave për shkak të mosdërgimit të draft statutit të BE-s për asociacionin e komunave me shumicë serbe në kushtetuese. Në grupin për studime juridike dhe politike thonë se pikërisht mostrajtimi i asociacionit është një ndër shkaqet që Kosova nuk është përfshirë as si vjet në agjendën e Komitetit të Ministrave.
Sipas hulumtuesit Besar Gërgi, një mundësi ndonë së shumë e ullët për përfshirjen e Kosovës në agjendë mund të jetë angazhimi i presidentës Osmani. Nuk është fjala vetëm për dërgimit të statutit të saj në gjykatën kushtetuese, por në një mënyrë të gjetjes së një përgjigje ndaj pyetjes që vjen nga perëndimi se çfarë do të bëni me asociacionin. Dhe në radhë të dytë, çfarë na ka penalizuar shumë keq është se nuk kemi një qeveri as kuvend funksional me mandat të plotë. Prandaj kemi ardhur deri te kjo pikë se Kosova nuk do të diskutohet fare në agjendën e Këshillit të Ministrave. Tashmë mund të shpresojmë në ndonjë surprizë të përpjekjeve nga presidenti Osmani, duke qenë se me kushtetut ajo është udhëheqësja e politikës së jashtme dhe është tashmë mbase politikania e vetme e zgjedhur që ka mandat të plot, mbase një mundësi shumë e ulët, por do të mund të vinim deri aty, por në qoftë se nuk ndodh ajo, atëherë ne duhet të presim majin e vitit të ardhshëm. Lidhur me këtë çështje, Radio Televizioni 21 ju drejtua dhe zyrës së presidentës Osmani, por nuk mori ndonjë përgjigje nëse ajo do të bëjë ndonjë përpjekje që Kosova të jetë pjesë e agjendës së Komitetit të Ministrave më 13 dhe 14 maj. Kosova aplikoi për antarësim në Këshillin e Evropës në maj të vitit 2022. Kryetari i Prishtinës përparim Rama ka njoftuar se punimet në sheshin George Bush kanë vazhduar. Ai ka akuzuar Ministrinë e Kulturës dhe Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore, të cilët sipas tij jashtëligjshëm të martën ndaluan punimet në një pjesë të sheshit. Njoftimi i kryetarit Rama ka shkaktuar një valë të re të akuzave dhe kundër akuzave mes qeverisë në detyrë dhe komunës së Prishtinës. Kryetari i Prishtinës përparim Rama ka njoftuar se ka rinisur punimet në sheshin George Bush, një ditë pas ndërhyrjes policore dhe përplasjes gati fizike me Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore. Rama ka akuzuar Ministrin e Kulturës se jashtëligjshëm janë ndaluar punimet në këtë pjesë të sheshit. Dje ka ndodhur ndalimi i punimeve në një pjesë të rrugës në kundërshtim të plot me ligjin dhe duke u mbështetur në dokumente jo valide. Prandaj Komuna e Prishtinës do të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore për të kundërshtuar të gjitha vendimet e kundërligjshme të Ministrisë së Kulturës dhe të institucioneve vartëse të saj. Ministria e Kulturës përmes Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore ka ndaluar punimet në sheshin George Bush me arsyetimin se një pjesë e rrugës i takon monumenteve kulturore. Të martën ishte hera e tretë që u ndaluan punimet në këtë shesh. Në këtë situatë, Radio Televizioni 21 ka tentuar të marrë një përgjigje nga drejtori i Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore, Imer Hakaj, por i njëjti tha se është shumë i zënë me angazhime zyrtare. Ministri në dorëheqje i Financave Hekuran Murati tha se tenderi për punimet në sheshin George Bush u dha kundërligjshëm, pasi që sipas tij komuna nuk ka buxhet të mjaftueshëm. Raste të tilla të fuqjes në obligime financiare pa mbulesë përbën shkelje të ligjit për financa publike, si dhe ligjit për prokurim publik dhe rrezikojnë qëndrueshmërinë financiare të komunës. Dëshiroj të besoj që organet e rendit do të kenë zellin e nevojshëm ta trajtojnë këtë rast flagrant të shkeljes ligjore. Por pretendimet e Muratit i hodhi poshtë këshilltari i kryetarit të Prishtinës, Visar Geci, duke thënë se ministri në dorëheqje Hekuran Murati po manipulon me faktet. Për të qenë të qartë, ka buxhet të planifikuar dhe të aprovuar nga kuvendi komunal, ka deklaratë të nënshkruar për disponueshmëri të fondeve, ka vendim nga kuvendi komunal si organi më i lartë sipas ligjit për veçeverisje lokale. Nuk ka shkelje flagrante, pas nga ata që keq përdorin institucionin për qëllime politike. Ndërkaq, qytetarët në Prishtinë ndajnë mendime të ndryshme sa i përket kësaj rruge. Megjithatë, ata kanë fajsuar partitë politike, të cilat siç thonë po vështirësojnë jetën. Ta politikanë të njëri tjetrin ndër me pengu, si ka lidhje. Më bën një sheshje mirë për tonë është mirë. Të këshirë në çdo kryeqytet të ka një sheshje në pas hije për çdo send. Ato çështje politike, unë s'do më marr me politikën e ty, unë jam inxhinier, unë po mirna me çështje racionale, çysh me frymu qyteti. Për mendim temin, duhet me kriju arterje ku zhvillot komunikacioni, jo me mbyll. Punimet në sheshin George Bush, Komuna e Prishtinës i kishte paraparti përfundonte në 3 faza, ndërsa i gjithë projekti është planifikuar të përfundoj pas 240 ditëve. Vlera totale e projektit është 18.4 milion euro. Rreth 60% e komunave nuk e kanë bërë hapjen e plotë të dhënave, ndërsa shqetësuese mbetet mungesa e publikimit të borxhit si dhe mungesa e të dhënave për të hyrat vetanake të tyre.
Kështu thuhet në raportin Transparometri Komunal 2024 të Institutit Demokratik të Kosovës. Në një konferencë për media, Besnik Ramadani nga KDI tha se të gjeturat kryesore të këtij hulumtimi janë mungesa e njoftimeve publike për lansimin e webfaqeve të reja, si dhe mungesa e një strukturimi unik dhe të standardizuar të informatave në webfaqe të komunave. Të gjeturat kryesore gjatë këtij hulumtimi kanë qenë fillimisht ka qenë mjaft shqetësuese dhe do të adresojmë dhe do të avokojmë për ato, ka qenë mungesa e njoftimeve publike për lansimin e webfaqeve të reja. Mungon një strukturim unik dhe i standardizumi informatave në webfaqe të komunave. Pastaj, rreth 90% komunave nuk ofrojnë qasje të plotë me dokumentet publike në gjuhë zyrtare. Afër 60% e komunave nuk kanë bërë hapjen e plotë të dhënave të tyre. Ndërkësh, ndër rekomandimet të Institutit Demokratik të Kosovës për komunat janë që të njoftohen qytetarët për adresën zyrtare, si dhe të organizohen dhe publikohen dokumentet sipas seksioneve përkatëse. Për komunat do të kërkojmë që të njoftohen qytetarët për adresën zyrtare, domenin e webfaqeve të reja të komunave, të organizohen dhe publikohen dokumentet sipas seksioneve përkatëse, pra të jetë më e lehtë për qytetarët që të qasen dhe të marrin informacion dhe shërbime, të emërtohen dokumentet publike sipas përmbajtjes, sepse rekomandimi për Agjencinë e Shoqërisë së Informacionit do të kërkojmë dhe do të lobojmë që të sigurohet transferimi të gjitha dhënave, pra të bëhet migrimi i dhënave, procesi i transferimit edhe i arkivit të gjitha informatave në mënyrë sa më të shpejtë dhe sa më efikase. Selvije Kurti nga KDI tha se përmes këtij raporti dhe diskutimeve synohet të theksohet rëndësia e rritjes së transparencës nga funksionimi i webfaqeve komunale tek publikimi i dokumenteve. Transparenca nuk është vetëm një parim i domosdoshëm i demokracisë funksionale, por edhe një obligim të kushtetues dhe ligjor i institucioneve publike ndaj qytetarëve. Kushtetuta e Republikës së Kosovës dhe ligjet përkatëse garantojnë të drejtën e secili qytetar pas një dallim për të pasur qasje në dokumente publike dhe për të marrë pjesë aktivisht në proceset e vendimarrjes. Prandaj, transparenca nuk është çështje e vullnetit politik, nuk është çështje e vullnetit të lirë, por është një detyrim ligjor dhe një formë llogaridhënie për mënyrën se si po menaxhohen burimet publike. Në këtë raport, ndër të tjera, thuhet se rreth 32% e komunave nuk e kanë një linjë telefonike direkte pa pagesë për qytetarët, një instrument që do të lehtësonte qasjen dhe kostën e qytetarëve ndaj komunave për shërbimet e tyre. Në prag të një muaji ditës ndërkombëtare të punës, Qendra Kosovare për Studime Gjinore publikoi dokumentin Diskriminimi i gjinor në tregun e punës në Kosovë, ku vihet në pase gratë e komunitetit rom, ashkali, egjiptian dhe nga komuniteti LGBT janë ato që po diskriminohen më së shumti në vendet e punës, duke u përballur me sfida të punësimit të qëndrueshëm. Autorja e raportit, Lavdi Zymberi, tha se në këto komunitete është hasur edhe ngacmimi seksual në vendin e punës dhe që nuk është raportuar, sipas saj për shkak të frikës nga largimi i punës. Ka vite që Kosova nuk është, institucionet tona nuk e kanë një përkushtim maksimal edhe nuk e kanë marrë asnjëherë përsipër që ta krijojnë një ligj të ri të punës dhe t'i adresojnë çështjet në mënyrë ma urgjente. Qytetarët e Kosovës tashmë njohin shtetet e Evropës, e dinë sa mirë është kur je punëtor, në kuptimin që drejtat janë të mbrojtura dhe do tonim që një frymë e tillë e direktivave të EU-s tjetë edhe në Kosovë në ligjin tonë. Drejtoresha e Qendrës Kosovare për Studime Gjinore, Luljeta Demolli, shtoi se institucionet e vendit me vite të tëra nuk kanë përkushtim maksimal për të luftuar diskriminimin gjinor në punë dhe për krijimin e ligjit të ri të punës. Sipas gjetjeve tona, edhe nga raportet edhe nga grupi i fokusuar, ato tregojnë se shumë gra, sidomos gratë që vijnë nga komunitetet rom, ashkali egjiptian ose personat që vijnë nga komuniteti LGBTQI, po dhe ato që kanë aftësi të kufizuara përballen me shumë sfida sa i përket punësimit, sidomos punësimit të qëndrueshëm, po dhe trajtimit të barabartë në vend të punës.
Për më tepër ngacmimi seksual është përmendur shumë që ekziston në vendin e punës, megjithatë nuk raportohet aq sa duhet apo aq sa ekziston për shkak të frikës nga ndëshkimi. Ky dokument i pozicionimit është realizuar me mbështetjen e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë përmes projektit Avancimi i barazisë gjinore dhe diversitetit përmes eliminimit të diskriminimit me bazë gjinore në vendin e punës, i zbatuar nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore dhe Iniciativa Kosovare për Stabilitet. Këtu e përmbyllim pra magazinën informative 21 drejt për drejt, ndërkaq në orën 18:30 ju ftoj të ndihni edicionin ton qendror të lajmeve.